I mituri u plagos me thik pranë zemrës nga bashkëmoshatari në Durrës, mjeku është i intubuar në gjendje të rëndë. Mjeku kirurg Fitim Shini në një prononcim për mediat ka folur për gjendjen shëndetësore të miturit i cili u plagos me thik nga bashkëmoshatari mëngjesin e dieshëm në Durrës. Ai thotë se 15 vjeçari ndodhet në reanimacion intubuar dhe se gjendja shëndetësore e vijon të mbetet e rëndë. Sipas mjekut, i mituri ka mbërritur në urgjencë me 4 plagë në zonën e gjoksit, ku njëra prej tyre po depërtonte në zemër, çka i ka shkaktuar gjendjen e rënduar. Për momentin pacienti ndodhet në reanimacion intubuar dhe gjendja vazhdon të jetë e rëndë. Shpresoj që në 24-48 orë të ardhshme gjendja të stabilizohet dhe të dalë nga reanimacioni. Fëmia erdhi në urgjencë me disa plagë, 4 plagë në rajonin e gjoksit, ku njëri prej tyre depërtonte në zemër dhe ka shkaktuar gjendjen e rënduar. Aktualisht ka marrë 3 flakon gjak dhe për momentin gjendja vazhdon të jetë e rëndë në reanimacion. Shpresojmë që në orët në vijim situata të përmirësohet, të shprehur mjeku.